الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد falëndrimi, lavdrimi të kam vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat e selamet që dërgojmë zotrisë e pejgamberve më dashur Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik, edhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunnetin e tina deri në ditën e gjykimit. Falëndrimi që ka Allahu subhanahu wa ta'ala, Zoti i këtë botave. Ai që na ka krijuar neve për me adhuru atë, na ka udhëzuar neve në tauhid, në sushmëri të tina të drejtë, edhe na paralajmëroi nga çdo devijim edhe besim tjetër. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar njerëzit, nuk i kam krijuar gjindët edhe njerëzit për diçka tjetër, për arsye tjetër, për qëllim tjetër, por vetëm që të më adhurojnë mua ta unë Allahun subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathiri, Allahu e mëshiroft, në komentimin e këtij ajeti thotë se qëllimi i krijimit nuk është thjesht adhurimi praktik, por se është çështja e tauhidit të pastërt, sepse nuk ka adhurim pa besim të saktë. Ajeti kur thotë Allahu subhanahu wa ta'ala se nuk i kam krijuar gjindët edhe njerëzit për diçka tjetër, por vetëm me qëllimin që të më adhurojnë mua, thotë Ibn Kathiri se nuk do thotë se dikush prej njerëzve vetëm të nënshtrohet Allahu subhanahu wa ta'ala me adhurimet praktike të cilat i bojna. Namazi, agjërimi, sadaka, pa adhurime tjera të cilat i bujna fizikisht. Por se rëndësishmja e që është parsore para këtyre, është tauhidi i pastër edhe besimi i pastër në Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo e tregon qartë se çështja e akidet është themeli i çdo ibadeti të cilat na e bujna. Çështja e akidet është ajo e cila e vlerëson edhe e ngrit veprën e robit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Akidja vëllezër nuk është për kapitulleve dytësore të cilat duhet me mësua na, por se është themeli i çdo gjë me të cilën na e ngritni besimin ton edhe veprat e tona. Pa akide të saktë nuk pranohet ibadeti te Allah subhanahu wa ta'ala. Pa akide të saktë nuk ka qëndrueshmëri në fenë Allah subhanahu wa ta'ala. Pa akide të saktë nuk ka edhe shpëtim nga zjarri i xhenemit për me hyrë në xhenetin e Allahut, Allahu na bëj prej tyre. Thëtë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an se të shpallur ty o Muhammed, edhe atyre të cilët ishin para teje, se nëse bojnë shirk, i bojnë shirk Allah subhanahu wa ta'ala, vetëm se kanë ju shkatru veprat e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberët të cilët ishin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpallja e parë e cila ju ka ardhur ju shortë nëse ata bojnë diçka prej shirkut, i shoqërojnë Allahu subhanahu wa ta'ala në adhurim apo në sundet apo në çdo gjë tjetër, çdo vepër e mirë apo me vlerë të cilën e bën vetëm se i shkatërrohet robëve. Ibn Kathiri, Allahu mëshiroft, në komentimin e këtij ajeti thotë se ky paralajmërim megjithëse i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por se ka për qëllim të gjithë ummetin e tij, për të treguar se asnjë vepër nuk ka vlerë pa akide të pastër. Edhe pse ky ajet i ka zbritur si paralajmërim, si urdhër direkt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por se kjo është mesazh edhe për këtë ummetin e tij, për çdo njeri prej neve, se nëse i përzin veprat e tua, duke i bërë shirk Allahu subhanahu wa taala,
çdo vepër të cilën e bën vetëm se ajo humbet edhe bëhet hije pluhur para Allah subhanahu wa taala. Fikhu kryesor edhe fikhu më i madh është njohja e Allah subhanahu wa taala. Fjala akide nëse hime dhe shikojmë në gjuhën arabe, vjen pe fjalës akt apo uqad, që do thotë lidhje e fortë. Që do thotë lidhje e fortë. Me kën lidhje? Lidhje me Allah subhanahu wa taala, edhe bindje e palëkundur. Në moment që ti lidhesh me Allah subhanahu duhet edhe ti bindesh atina pa e lutën mendimin tan, pa e lutën veprat e tua. Thot Imam Tahawiu, Allahu më mëshirof, se hadha bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaa. Se kjo është shpjegimi më i saktë i akides së ahli sunnetit dhe xhamatit. Shpjegimi më i saktë i fjalës akide është se akide fjala vjen për fjalë uqad apo akt, që do të thotë lidhje e fortë edhe besim, bindje e palëkundur në Allah subhanahu wa taala. Thot Allahu në Kur'an: "Fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Nëse ju menoni edhe nëse ju besoni ashtu siç besuat ju, atëherë ju jeni të udhëzuar në fenë Allah subhanahu wa taala. Imam Begawiu, Allah e mëshirof, në komentimin e këtij ajeti thotë se ky ajet e tregon se standardi i besimit, standardi i akides është besimi i sahabëve, edhe jo filozofia apo mendimi personal dikujt nga njerëzve. Nëse don me ditë akiden tonë të saktë, akiden tonë të drejtë është ajo e cila është e bazuar në Kur'an, e bazuar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe në ato të cilën kanë sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta. E nuk ka nevojë një për filozofia të ndryshme apo për mendimet e tina personale. Për sprovave të ndryshme bashkohore që ju krijohen, që ju bëhen njerëz dhe sot është ajo e cila bëhet në akide në besimin në Allah subhanahu wa taala. Sfidat bashkohore ndaj akides për tyre janë edhe sekularizmi. Sekularizmi apo shirku në sovranitet të cilën e titullojnë njerëzit. Çfarë është sekularizmi? Sekularizmi është ideologji që e kufizon fejen në çështje personale. E kufizon fejen vetëm në çështje private, edhe e përjashton Allahun subhanahu wa taala nga çdo ligj edhe sistem shoqëror. Ky është sekularizëm. Me qenë njeri sekular apo me qenë shtet sekular është se feja ka të bëjë vetëm me ty personal edhe jo në çështje e sistemi shoqëror. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Afa hukmul jahiliyati yabghun", apo e doni ju gjykimin e jahilietit? Apo gjykim të jahilietit të ignorantë ty po doni për me marrë për ligj? Thot Ibn Qayyim, Allah më shoh se çdo gjykim i cili bie ndesh me shpallën hynore, me atë të cilën e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala, dhe me atë të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sado i mirë me qenë ai, sado i zbukuruar me qenë ai, prapë është gjykim i jahilietit. Të gjitha sistemet për sheriat Allahu subhanahu wa taala, sado zbukuruar me qenë para teje, para njerëzve, kjo prapë është gjykimi i jahilietit, edhe thot Allahu në Kur'an: "Innil hukmu illa lillah", sepse ligjvënia, gjykimi i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. E sekularizmi e pranon Allahun subhanahu wa taala si krijues. Njerëzit sekular, shtetet sekulare e pranojnë Allahun subhanahu wa taala si krijues i gjithësisë, porse nuk e pranojnë atë si ligjvënës, nuk e pranojnë ligjin e tina. E kjo vëllezër bjen ndesh me tauhidin e hakimie. Kjo bjen ndesh në tauhidin hakimia dhe kjo është prej sprovave bashkohore që ju ndodh sot njerëzve. Ti mundesh me u falën për veti, mundesh me pas ideologjinë tënde, mundesh me pas mendimin tënd, mundesh me pas rrethin tënd, por se mendimet e tua, këto që cilat ti i praktikon, bindjen tënde, mos e qit te sistemi tjetër, mos e qit në shoqëri. Kjo është fitnja që na bëhet neve sot edhe presioni që ju vazhdon me u bë njerëz sot. E kiti fejen tënde, por se veni për natyrën tuaj e ka sistemin tjetër. Dhe kjo bjen ndesh me tauhidin hakimie në ligjvënie e Allah subhanahu wa taala. Sheikhul Islam Ibn Taymija, Allahu më mëshiroft, thotë se kush beson se dikush ka të drejtë të ligjeroj për njerëzit, për te Allah subhanahu wa taala, ai vetë ka marrë zot tjetër për dështina. Ky devijim e thros fejen tonë nga jeta. Ky devijim e kthen islamin në vetë islam ritual edhe jo islam në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe shndron besimtarin prej besimtarit në Allahun subhanahu në një musliman formal, në një musliman vetëm me emër dhe jo me bindje të drejtë. Tjetra prej sprovave bashkohore që ndodhin sot në akiden e besimtarit është edhe materializmi. Adhurimi i dynjajës, adhurimi i epsheve, adhurimi i nefsit. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Zuyina lin-nasi hubbu shahawat", ju zbukurue njerëzve dashuria për epshe të ndryshme. Ju zbukurue njerëzve sot dashuria për epshe të ndryshme, dashuria
për me grumbullu pasurinë, dashuria për me bue material. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Tej se abdu dinar", i shkatëruar qoftë robi i dinarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën dua që i shkatëruar qoftë robi i dinarit. Për sa njerëz të cilët na i njohemi sot, të cilët ndoshta para disa viteve kanë pas bindje të fortë në fenë Allahu subhanahu wa taala, por se me ngritjen e tyre në dunja, me zgjenimin e dunjave të tyre, vetëm se i kanë vazhduar dhe i kanë lëshuar këto bindje të cilat kanë pasur edhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim Allahu më shëroft thotë se zemra nuk mund të ketë dy zota. Zemra e besimtarit, zemra e njerit nuk mundet asnjëherë me i pranu dy zota. Ose ka me dosh Allahun subhanahu wa taala dhe ka me qenë e lidhur për Allahun, ose ka me dosh në dynjën edhe ka me qenë e lidhur për dynjën. Allahu na ruaj prej sajna. Thot Allahu në Kur'an: "Elhaakumut takathur", ju ka hutuar ju e grumbullimit. Cili grumbullim? Grumbullimi i gjërave materiale. Imam Kurtubi Allahu më shëroft thotë se ky ajet e përfshin çdo garë që e largon robin nga mbijen e Allahut subhanahu wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në duan tjetër, në transmetimin tjetër që ka ardhur, i shkatruar qoftë robi i dinarit edhe i dirhemit. Ai i cili ngan mas dinarit edhe dirhemit me qëllimin duke e harruar Allahu subhanahu wa taala sunetin e tij, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ibn Rejepi Allah më shëroft se ai nuk i bën sejdë pasurisë, por se zemra e tij i nënshtrohet asajna. Nuk do të thotë që njëri me qenën për atyre që adhuron dynjën apo adhuron parën, vetëm me miqit parën për para edhe me vazhdu me i ra sejdë atyre. Nuk mjafton kjo, nuk do të thotë me pasën fizikisht sejdë ndaj parës. Ti mundesh fizikisht me i ra në sejdë Allahu subhanahu wa taala, por se zemra është e lidhur për diçka tjetër. Andaj ky shirku i cili është shirku i fshehtë. Tjetra është relativizimi apo mohimi i vërtetës. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Famadha ba'da al-haqqi illa dalal." E çka ka diçka mas vërtetës? Çka ka diçka mas rrugës drejt për te Allahu subhanahu wa taala përveç se humbjes edhe devijimit. Imam Ahmedi Allahu më shëroft në lidhje me këtë thotë se kush e barazon të vërtetën me të kotën, ai vetëm se ka rënë në bidat i cili e çet për fesë Allahu subhanahu wa taala, e çet për dinit Allahu subhanahu wa taala. Tjetër fitnë që ndodh sot te njerëzit, që është prej fitnë prej sprovave të akidës në jetën tonë bashkëkohore, është edhe rrjetet sociale, e që disa pediatarë bashkëkohore e quajnë rrjetet sociale si shirku i fshehtë. Është çështja se mënyra se çish i përdor njëri rrjetet sociale. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "A e ke parë atë i cili e ka marrë për epsh, e ka marrë për thot epshin e tina." E ka marrë për thot epshin e tina. Dietarët thonë se adhurimi sot nuk është vetëm me sejdë, por se është bindje, ndjekje edhe nënshtrim. Se njerëzit janë të dhënë mas tyre rrjeteve, mas tyre gjërave, që nuk do të thotë vetëm bindja dhe nështrimi ndaj sajna, por veç ndjekja këtyre gjërave vazhdon edhe adopson imanin në zemrën e Allahut na ruaj prej sajna. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada." Edhe ka pe njerëz të cilët marrin përveç Allahu subhanahu wa taala, marrin edhe zot të tjerë. Yuhibbunahum ka hubbillah. I dashurojnë ta edhe i dojnë ta njëjtë kurse e dojnë Allahun subhanahu wa taala. Ibn Taymija, Allah më shëroft, thotë se çdo gjë që e pushton zemrën më shumë se Allahu, ky është idhull. Nuk thotë që idhulli me qenë vetëm një guri të cilin e adhurojnë njerëzit apo sillen rrethina apo e marrin për zot ato. Por se çdo dashuri që e kalon dashurinë përveç Allahut në zemrën tonë, del më shumë se dashuria përveç Allahut subhanahu wa taala. Ky është shirku të cilin bin njerëzit, edhe ky është idhulli të cilin e marrin njerëzit për zot përveç Allahut subhanahu wa taala. Sot kjo shfaqet në adhurimin e famës, apo sot kjo shfaqet në frikën prej opinionit publik, apo shfaqet edhe në varësi nga pëlqimi i njerëzve. Mostrimet filan njerin se njerëzit tjetër nuk ndojnë. Varësia prej opinionit publik, prej mendimet të njerëzve, sot shumë vëllezër i ka humbur prej shoqërisë tonë. Varësia prej opinioneve, prej mendimeve të njerëzve, sot shumë vëllezër të tjerë i kena pasur në rrjetin tonë janë larguar. Pse? Nëse rri me këta po mbohet problem atje. Nëse rri me këta po mbohen probleme të ndryshme. Nëse vazhdojmë të qëndrojmë me ta, ka me pasur fitë të ndryshme duke filluar prej familje apo edhe në rrethin ku jeton. Tjetra është edhe frika edhe varësia prej pëlqimit të njerëzve. Kjo është ajo të cilën sot njerëzit kanë rënë që është shirku i fshehtë. Nuk do të thotë dietarët kanë thënë se shirku i fshehtë, se kanë vazhduar njerëzit me adhuruar vetën e tyre duke i dhënë vetes edhe epshit tina për parti para çdo gjë tjetër, para sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man iltamasa ridha an-nas bi sakhti Allah
Sakhat Allahu alej. Kush e kërkon kënaqësinë e njerëzve, kush don më kon i pëlqim të njerëzit, edhe me pas kënaqësinë e tyre, duke e poshtruar Allahun subhanallahu teala, vetë se poshtimi i Allahut ka më rëmbi këtë person. Nuk do të thotë që ti me e poshtru Allahun subhanallahu teala të me nënshmu Allahun vetëm duke e shpreh ato. Mundesh edhe vetëm me gjestet e tua. Mundesh edhe vetë me ndajën tonë nëpër mezhliset të ndryshme. Mundesh edhe me veprat e cilat ti i bën duke i kërkuar kënaqësinë e njerëzve dhe duke e poshtruar Allahun subhanallahu teala, poshtimi i Allahut ka më rëmbi këtë person. Rruga e përballjes edhe qëndrueshmërisë na ka dhënë neve vet Allahu subhanahu në Kur'an. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Nëse dëshiron që në kohën të cilën ti jeton, edhe i kije çdo sfida bashkëkohore, i kije çdo sprova në akidën tonë, në menhexhin tan, thot Allahu në Kur'an, edhe ti merr dituri. Pa esu me dije, pa esu me dituri të sakt, pa esu me dituri të hajrit, dituri e cila të bën dobi ty edhe i bën dobi edhe tjerë. Fa'lam, edhe ti dije annahu la ilaha illa Allah, sepse nuk ka zot tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Kur robi pajiset me dituri, edhe ja bën të me dije vetës tina, gjoksit tina, zemrës tina, se nuk ka zot tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, atëherë çdo pengesë tjetër jashtë kësaj bëhet me lehtë për ty. Thotë Ibn Taymija, Allahu më shërof, se devijimi fillon aty ku përfundon dituria. Devijimi fillon aty ku përfundon dituria. Çdo herë që njerëzit kanë devijuar, kanë rënë kufër apo shirk, apo e kanë shpikën ndonjë bidat, apo kanë vazhduar me e bën ndonjë bidat, e kanë bërë këto pi gjehlit tyre, pi ignorancës të tyre, duke mos pas diturinë në fenë Allahu subhanahu wa taala. Akida çdo herë merret, besimi i saktë çdo herë merret për asaj se çka ka zbrit Allahu në Kur'an, për asaj se çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, edhe sipas kuptimit të sahabëve. Sepse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bi sunnati wa sunnati khulafai rashidin thumma alladhina yalunhum. E juve është që më kopën për sunetin tim. Pastaj për sunetin e halifëve të drejtë, pastaj ata të tjerë vinë pas tyre, pastaj ata të tjerë vinë pas tyre, do të thotë fjala për tabiinët, edhe tabiinët, Allahu qoftë i kënaqur me ta. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Por çndrueshmërinë është ata të cilët thonë se Zoti është Allahu subhanahu wa taala, edhe vazhdojnë me qëndruan to mbi këta njerëz zbresin me lajke prej Allahu subhanahu wa taala, që jo garantojnë që për ta njerëz nuk ka mërzi, edhe nuk ka asnjëherë pikëllën, as në dunjë, as në ahiret kur dolin para Allahu subhanahu wa taala. Tjetra është por me qenë robi i qëndrueshëm në këtë akide, në këtë menet të cilën ti e pason, është më koni kapo për Allahun duke i bë ibadet atina, edhe duke bë dhikr për Allahun subhanahu wa taala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, tha Allahu në Kur'an. Me të vërtetë që me përkujtimin, me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, edhe qetësohen zemrat. Zemra kur qetësohet, atë kur ajo është e ngulitur thellë në fenë Allahut subhanahu wa taala. Tjetra, tha Ibn Kaimi, se dhikri është mburuja e zemrës kundër çdo dyshimi, kundër çdo sprove, kundër çdo belaje, kundër çdo fitnë e cila të vjen tyje përpara. Nëse dëshiron me mos më përzin to, edhe me qenë i qëndrueshëm to, jep për atyre që i bën istighfar Allahu subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an, Allahu nuk ju dënon juve përderisa jeni për atyre që kërkoni falje taj edhe bëni istighfar shumë. Pe gjëra dhe pe shkaqeve tjera që e ruajnë robën por mos me usprovuar në akidën e tina, në menhexhin e tina, është edhe shoqëria e mirë. Do të më shikush dhe njëri për njëve se këm e ka marrën për shok. Me kënë duke qëndru ti, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalili. Njeriu është në fenë e shokut tina. Falyanzur ahadukum man yukhali. Çdo njëri për juve le ta shikon se kë e ka marrën për shok. Pastaj edukimi i prezave, edukimi i fëmijëve tonë, edukimi i gjeneratës së re. Luqmani Hakimi i tha birit tina se ja bunej la tushrik billah. O biri jam, mos i bë asnjëherë shirk Allahu subhanahu wa taala. E para që çka duhet më mësu në fëmijët tonë është më mësu adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Më ja bëhet dashur Allahu subhanahu wa taala. Më ja bëhet dashur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe më ja bëhet tyre të urrëtur çdo sen jashtë tyre. E jo e të cilën shumica prej neve veprojna duke i sprovuar ata, duke ia dhënë vetë fitnë me dorën tonë, duke ia dhënë fitnën në dorë aty, duke ia lëshuar telefonat, e pastaj edukimin për ta, po e merr përsipër telefonet e cilin ti ja ke lënë. Allahu na ruaj prej kësaj fitne. Edukimi i brezave, thonë dietarët, se nëse fëmia nuk e mëson tauhidin, nuk e mëson njohurinë, nuk e mëson dashuri për Allahun, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çysh në fëmijë, çysh herët atje, do ta mësoj shirkun më vonë. Ka me mësue shirkun edhe rrugën e kufrit më vonë. Andaj
I shpëtuar te Allahu subhanahu wa taala është ai I cili largohet nga zjarri I xhenemit edhe futet në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ne lutim Allahun subhanahu që më na bëj për aty të marrin dituritë të hajrit. Ne lutim Allahun subhanahu wa taala që më na rrethu neve me shoqëri të mirë, me shoqëri të hajrit. Ne lutim Allahun subhanahu që më na bëj të qëndrueshëm në fenë e tij në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم